Visar Koshi, kryeimam në Këshillin e Bashkësisë Islame në Gjakov, thekson rëndësinë e muajit të Ramazanit në fenë islame, duke cilësuar atë si një periudhë të shenjtë jo vetëm për falje, por edhe për organizimin e jetës. Hoxha shpjegon se ky muaj ka 29 ditë për shkak të ndjekjes së kalendarit hënor dhe lëviz çdo vit rreth 10 ditë më herët. Muaji bekuar i Ramazanit është një prej muajve të shenjtë në fenë islame. Normal që ky vit i ka pas 29 ditë, pra jo 30, sikurse jemi mësuar në vitet e kaluara. Mirë, po prap ne jemi angazhuar që gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit të përgatitemi edhe si institucion, por edhe si xhamit e ndryshme të vendit tonë, në mënyrë që të shërbejmë shërbesa të ndryshme të cilat kryesisht i japim për xhamatlinjët dhe besimtarët tanë. Vlen theksohet që muaji bekuar i Ramazanit nuk është vetëm falje, por është edhe organizim i vetë jetës sonë. Brenda një periudhe prej 34 vitesh, Ramazani kalon nëpër të gjitha stinet e vitit. Viti kalendarik i diellit që e përdorim ne i ka 365 ditë, ndërsa viti i hënës i ka 354 ditë. Për këtë arsye lëviz 10 ditë më herët, se është më i shkurtë. Meqense se është më i shkurtë, lëviz do të thotë nuk lëviz Ramazanin. Ramazani është aty ku është, mirë po lëviz koha hënore. Për këtë arsye mendohet që i Madhi Zot e ka bërë që njeriu ta përjetojë Ramazanin gjatë tërë ciklit të kohës. Pra jo vetëm në verë, jo vetëm në dimër, kur është shkurt dita, por gjatë tërë kohës kur ai jeton, edhe në verë, edhe në dimër. Gjithashtu është llogaritur që brenda 33 viteve apo 34 viteve, Ramazani lëviz gjatë tërë vitit, pra nga 10 ditë çdo vit, kështu që për 34 vite parafërsisht lëviz Ramazani plotësisht një vit i tanë në të gjitha ciklet e sezoneve të kohës sonë. Hoxha thekson gjithashtu se namazet llogariten sipas kohës së diellit dhe se një person me një jetë mesatare mund ta përjetojë Ramazanin në 2 cikle të plota. I bie që një person me një moshë mesatare, pra nëse jeton mesatarisht, mund ta përjetojë Ramazanin rreth 2 cikle. Domethënë 2 herë gjatë jetës së tij nëse agjiron për 70 vite apo 60 e sa viteve. Në momentin kur lind hëna e re, fillon muaji i ri. Për këtë arsye i Madhi Zot i ka përcaktuar 2 lloj të kohës. Edhe kohën e diellit, pra me llogaritjen diellore që është shumë precize, shumë e saktë, por edhe koha hënore e cila është shumë e saktë. Po jap një shembull për ta kuptuar. Për shembull, ne namazet që i falim gjatë ditës i llogarisim me kohën e diellit, sepse kjo është llogaritja që është bërë edhe në kohën e pejgamberit alayhis salam. Ndërsa kohërat të cilat llogariten ibadetet e tjera, siç është haxhi, pastaj siç është edhe Ramazani, llogariten me kohërat e hënës, në këtë rast me ciklin e hënës. Dhe kjo është vetëm një kohë e rrumbullaksuar, po them kështu, e përgjithshme, sepse kohërat në detaje, siç janë namazet, ato llogarisin me kohën e diellit. Me rastin e përfundimit të këtij muaji të bekuar, Hoxha Visar Koshi ka edhe një urim të veçantë për besimtarët për festën e Fitr Bajramit. Ju uroj të gjithë besimtarëve kudo që janë festën e Fitr Bajramit, edhe vetë emri Fitr Bajram do të thotë kthimi në natyrshmëri, uroj që kthimi jon të jetë aty ku ka vendin, pra në natyrshmërinë tonë, duke e pritur shpërblimin e të Madhit Zot për këtë festë.